Bonrexi, Dispekteri dhe 3 Brirësi. Pra, këta janë robotët e rinj të ekipit Akira? Çfarë dim ne për ata? Nuk kemi të dhëna për aftësinë e tyre të luftimit, por mund supozojmë që mund të krahasohen me njësinë e Bulionit. Bulion ishte ndërhyrja e tij në qytetin Arken, që nuk më lejoi të jepja fund Daiganderit. Bulioni dhe tani Bonrexi. Mirë, do të shkatroj Daigander dhe do t'i shfaros të gjithë ata që më ndalojnë. Pra, na trego për këta djemt. Kjo është njësia Bonrex. Bonrexi është udhëheqësi i tyre. Është si ujk i vjetër, mbështetet nga Dispekteri dhe 3 Brirësi. Është e njëjta strukturë si te njësia e Bulionit. Po nuk është për t'u habitur. Në fund të fundit i ka krijuar i njëjti person. Vërtet? Profesor Hajime? Vërtet Haruka? Ngajti ti? Ja, hidhi një sy. Mekanizmat e lëvizjes, mekanizmat e sulmit dhe të mbrojtjes, receptorët e komandimit. Është e pagabueshme, konfigurohen si e njëjta kategori. Po, e shikoj gjithë këtë, por nuk do thotë që e ka përgjyshi. As mund të jetë ndonjë zbulim i pavarur dhe zhvillim paralel? Po mirë, ja, mund ta provoj. Çfarë është ajo gjë? Është gjyshi. Është një projekt i tij mbi një lloj gjëmbi. E shikon, çështja u mbyll. Do thosha që pak a shumë është ajo. Duhet ke qenë ai që e ka bërë. Ata të gjithë i kanë këto gjëmba. Shikam brenda vetes një gjë të çuditshme si ajo? Ma hiqni! Kjo mos është ndonjë shaka e keqe? Nuk e kuptoj. Çfarë mendoni se po bën gjyshi këtë herë? Nuk e di, por nuk e kuptoj pse duhet ta shikojmë nga goja një robot të dhuruar. Sigurisht, jo që të 3. Do ta regjistroj njësinë Bonrex në ligën e robotëve luftëtar. Do të jemi shumë të fuqishëm. Jemi vërtet një hap lart të qenit miliarder. Dua të them, Po ti kur mendon se gjyshi ka krijuar Bonrexin, Dispektrin dhe 3 Brirëshin? Po, le t'i pyesim ata. Po! Bonrex, jam kurioztar. Mund të na thuash ndonjë gjë për veten? Si për shembull, ku keni lindur dhe si përfunduat në qytetin e Kria? Po mua nuk më kujtoj. Çfarë? Kujtimi më i hershëm që kam është se kam qenë në atë fabrikë në robotëve. Dhe kjo është e gjitha. Alarm, alarm, të tjerët po luftojnë. Çfarë? Shijeta Shqiponjë dhe Drajmogu? Ata po luftojnë me Dispektrin e 3 Brirëshin? Çfarë është gjithë kjo? Pra, lëviz! Mua me duket sikur duan të luftojnë. Ishte kënaqësi që u njohëm. 3 Brirësh. Ndaloni! Hey, do të hey, si pushoni e keni tani? hallin djema? Shikoni atje, ja se si e kemi hallin. Aha. Se e bët gjithë këtë ju djema? Duhet të sigurojmë territorin dhe të përgatisim një faltore. Një faltore? Dore! Po, çdo ditë, në lindje dhe perëndim të diellit, ne mblidhemi dhe i lutemi paraardhësve tanë që janë varrosur brenda në tokë. Ne s'mund të jetojmë brenda një hapësire të kufizuar si një ndërtesë. Por kjo nuk ju jep të drejtë të bëni çfarë të doni. Tajlandi na përket të gjithëve, e dini këtë. Qetso, Çfarë do të thuash? s'na takon ne të gjykojmë. Ata kanë mënyrën e tyre të jetesës dhe ne duhet ta respektojmë. Duhet vetëm të gjejmë një mënyrë për të punuar së bashku. Mirë? Mos u shqetësoni. Çfarë do të thuash? Ne kemi mënyrat tona, apo nuk është kështu? Nuk marrim urdhra nga ju. Unë s'po do jap urdhra. Po, mbet kohën kot, Bulion. S'mund të arsyetosh me të tillë persona. Duhet i mësojmë me zor. Mjaft tani. E kuptoj. Po prishen rangjet. Kjo flet Me qartë. çfarë tregon ajo? Që ju jeni amator, ja çfarë. Ne kemi një kod, ndjekim urdhra. Nuk mendoj se kjo lloj bisede është vërtet e nevojshme. Por mua më duket se ju doni të luftoni kundër nesh. Vetë e kuptove të gjithë këtë, ha? Hey, qetësou tani. Po, qetësoni! Mos harroni, jemi të E gjithë në dini, mjetin e mund të jetë një ide e mirë. Ne e dim që njësia e Bulionit mund ta bëj, kështu që nëse ndeshen, mund të kuptojmë nga se përbëhet njësia e Mos i Bonrexit. ke çmendur gose? Duhet ketë një mënyrë më të mirë për të marrë këtë informacion. Atëherë u vendos. Nëse fitojmë ne, ky do të jetë fundi i mosbindjes suaj të lodhshme. U kuptuam? Ne nuk mund të humbasim dhe do vazhdojmë të bëjmë si të duam. Hey, çfarë po bëni? S'mund të merremi vesh për këtë? Që
të bëhet si duhet, si menaxher e ekipit, unë them që konkurimi të bëhet midis atyre që kanë aftësitë të ngjashme. Ide e mirë. Në rregull. Njësia që ka 2 konkurrentët më të mirë nga 3 pjesëmarrësit fiton. Më duket se nuk e kuptova diçka. Pse pa pritur ajo u bë shefja? Po, si e ka hallin kjo? Më falni, keni gjë për të thënë ju të dy? Jo, më jo, asgjë. Po, është në rregull, nuk është asgjë Mirë fare. atëherë, të parët, Dispekteri dhe Shigjeta Shqiponj. Kjo është një betejë në qiell. Jam gati! Spectre! Kujdesu për të, Shigjeta Shqiponj. E shikoj që jemi gati. Dhe e zjarr. Ja ku fillon. Ai që e ka pa të shkëmbin e vogël dhe e sjell këtu është fituesi. Në rregull. E let fare! Gati, robotët luftëtar, deshuni! E pabesueshme sa shpejt që po ikin. Shikojini. Mrekulli, nuk arriti shikoj më tani. Numri 1, numri 2, numri 3, 4, numri 5. Kjo është Forca, mrekulli! Shigjeta Shqiponj! Po, kështu duhet, vazhdo! Dispekteri fiton! Jepi Dispekter. Spectre! Unë nuk mendoj kështu! Ftora! Si thoni për një duan trokiti për këfetra? Dajme të mija! U dogja! U dogja! Po e marr unë këtë! Ej, ata po kthehen! Arini ti shikoni? Është Shigjeta Shqiponj apo? Spectre! Çfarë? Ja ku është! Dhe fituesi është Dispekter! Po shikoj diçka të çuditshme. Një shigjet! Oh, Vlaçko. Drajmogu kundër Tri Brishit do t'jetë një betejë e fortë. Këta male kanë në përbërje gur të fortë. Kushdo që do të shkërmoq më shumë brenda kohës së caktuar, do të fitojë. Mirë? Vetëm na jep shenjën. Tre brirash! Gati? Robotët luftëtar, deshuni! Tre brirash! Fantastike. Shiko çfarë fuqie. Po, ata po e shkërmoqin sikur t'ishte gjallë. Wow, shikoni si është gjendja. Këtu thuhet se Turiela e Drajmogut mund të çajë një derë çeliku 8 cm të trash dhe briri i Tri Brishit mund të coptojë një iceberg vetëm me një Është quartje. tonditje e fortë. Duhet fitosh, Drajmog. E di që mund t'ja dalësh! Tre brirësh! Mos humb, ose do të shderosh para arsit tanë! Tre brishi, fiton! Tre brish! Koha mbaroi. Fituesi është Drajmog! As nuk u lodha fare! Ja, dole! Po! Duhet të bëj gjithë shka vetë! Tre brishi humbet! Prova e fundit është ajo e shpejtësisë. Ai që do të përfundojë i pari një xhiro rrotull Islandit, do ta fitojë të gjithë konkursin. Bulioni është më i shpejti, por duket se Bonrexi e ka një mundësi për të fituar. Mrekulli, mezi po pres të shikoj kush do të fitojë. Gati? Robotët luftëtar, deshuni! U duke përsëriti? Ginzan? Ai është një robot luftëtar misterios që vazhdon të na ndjek. Pse tek ti do ta mbaj mendjen e? Çfarë do këtë herë Ginzan? E thjesht, të shkatroj Dajganderin. Nëse provoni të më ndaloni, do t'ju shkatroj edhe juve. Oh, kështu mendon ti, e si do ta bësh këtë? Më lejoni të bëj një demonstrim. Shpërthimet binjake! Ndryshimi i luftëtarit! Goc! Bonrex, jo kaq shpejt, prit! Shpërthimet binjake! Goc! Bonrex, çau! Rradha ime! Hop! Bonrex, je mirë? Shiko punën tënde. Çfarë? Mua nuk më urdhëron askush.
Dhe nuk i dorëzohem as kujt. Do shkatroj gjithçka më del përpara. Kock! Prit, mos e në vlerëso atë. Ivan, provoje një herë këtë. Shpërthimi ultra i fuqisë. Von Rex, bëj kujdes! Bulion! Bonrex! Shpërthimi i fuqisë. Nxitoni djema, këtu! Nuk mund të më shiheni mua. Bulion, a je mirë? Nuk dukesh kaq mirë. Mos u shqetëso, nuk është asgjë. Ti, hajvan kokfot, duhet ta bëjmë sipas mënyrës sonë. Qetësi! Kush të duket veti aty? S'mund ta urdhërosh kështu. Mjaft tani djema! Mund të ndesheni më vonë. Tani duhet të merremi me Ginzanin. Haruka! Pipot, më dëgjon dot? Ju dëgjoj mirë dhe qartë. Vipot, duam të na dërgosh Daigun! Bulion, Bonrex, dilni sheshit. Do Yuku dhe Daigu! Procesi i armatimit! Mirë, Kinzan! Hedoje Daigandej! Ja ku e ke! Më në fund, erdhi momenti të cilin po prisja. Daigander, përgatitu të shkatrohesh. Lëviz Daigander! Je imi! Nxito Haruka, mbrohu! Mirë, dalim që këtej dhe ta lëm Daiganderin të ndeshet me Ginzanin. Unë nuk largohem. Tani mjaft, Bonrex! A i ka ardhur të na shkatroj ne. Në asnjë mënyrë nuk mund të largohem kështu nga dikush. Trebrirësh, është rradha jon të dalim atje. Trebrirësh, lufto! Ndryshim luftëtari! Ndryshimi luftëtari! Shiketa shqipojnë, Drajmok, edhe ne duhet marrim pjesë. Në rregull! Ndryshimi luftëtari! Këmbimi i luftëtarit! Hej, prisni! Ktheuni këtu! Shpërthimi i fuqisë. Daigander, përdor shpatën e dragojit! Koha për të përdorur topin e dragojit! Dhe zjarr! Shpërthimi ultra i fuqisë. Daigander! Shkojmë ta kapim. Bulion, Bonrex! Kishim mjaft probleme me disiplinën para se të vinte Bonrexi. Ginzan, ne do të të mundim. Kjo duhet jetë argëtuese. Kja ishte! Mos e bëj! Bulioni dhe Bonrexi janë goditur shumë dhe nëse i godet prap, kush e di ç'mund të ndodh. Shpërthimi ultra i fuqisë. Roboti i pabesueshëm Katërnjak, Megarex. Çfarë është ky? Kjo ndodh kur shigjeta shqipojnë, Drajmogu, Dispekteri dhe Tribrirshi bashkohen në një të vetëm. Është një nga programet e reja të profesor Haxhimes. Dëshira e tyre për të mbrojtur Bulionin dhe Bonrexin ka qenë mjaft e madhe, sepse programi u aktivizua pa dinin e tyre. S'dua t'ja di ç'formë do të merrni. Prap do t'u shkatroj. Megarex! Çfarë? Fetra rufe! Koc! Bulion,
Dispekteri dhe të tjerët përfunduan një proces bashkimi. Duhet të gjejmë një mënyrë që t'i lëmë mënjan ndryshimet tona dhe të bëjmë të njëjtën gjë. Pranohet. Oh, forca, ne s'apo filluam. Mirë, pjesën tjetër ma lini mua. Kuptova. Përdor topin e dragojit Daigander. Dhe zjarr. Ju hajvan, menduat se fituat. Do ta paguani këtë. Do takohemi përsëri. Po! Trajmok, shigjeta shqiponj. Mos u shqetëso për ne, shoku. Që të shoh mirë. Tre brirësh. Dispektor, tre brirësh. Oh, ka shumë dëmtime. Ju kanë rrahur keq të gjithëve djema. Me sa duket bashkimi me Garexit, ka më shumë avantazhe se disavantazhe. Mund ta thuash fort. Bët një punë të mirë të gjithë dhe duhet jeni krenar. Ha, po! Po të vazhdojmë të punojmë të gjithë së bashku, askush do të na ndaloj. Mirë djema? Thash mirë djema? Oh, s'mund ta besoj. Hey, prap fillua djema? Vërtet, s'mund ta lini me E kam kaq. seriozisht. Ne nuk veprojmë kështu. Një betejë është një betejë. Mirë, pra bëni si doni. Ja ku po filloj. Gati! E, do t'ju mundim. Po, çfarë është kjo gjëja? Më lërë të dalësh kësaj. Më mirë kështu. Atje brenda po është pak klaustrofobik, duke parë edhe ekranin. Gjyshi? Profesor Cime? Kush është? Akira? Ryugu? Po përdor sistemin automatik të gjurmimit? Ke shumë të drejtë, po djalosh. Që keni në formë sa mirë që u shoh kështu. E kuptuat vetë apo jo? Më pëlqen ai sistem. Po e gjurmova po në Rexin edhe të tjerët që t'u dërgoja këtë dhuratë. Vetëm se nuk e kisha idenë që do isha në Tajland. Vetëm Kur i kaq. vuja në të njëjtën njësi, po në Rexin Dispektrin dhe tre brirëshin gjysh. Duhet të ketë qenë në udhtimin tim të 117. Ajo 118. Aty më lindi ideja dhe bëra për 3 ditë. Se nuk i sollën në Tajland që atëherë? Nuk e di këtë. Raskapitem kur më vjen frymëzimi. Pasi i mbarova ata, më erdhën një ide për robotin tjetër luftëtar. Kështu që u ktheva me Ke gati një robot tjetër luftëtar? Po, e di, Ryugu dhe Daigu, edhe sistemi i mikrobullimit sigurisht. Pra, nëse gjithçka ka ndodhur kështu, kjo do të thotë që ne lindëm para Ryugut. Kjo do të Kjo do thotë të thotë që ke lindur pas Bulionit dhe të tjerëve. Me fjalë të tjera, kjo e bën Bulionin vllai tënd më të madh. vëllai i madh, por Bulion? Çfarë? Çfarë ke bon Rex? Beteja mbaroi. Ne i nderojmë paraardhësit tanë dhe ata që vinë pas nesh. Nuk do t'ja lejoja kur vetës të mposhtja vllan tim të madh. Të madhin. Madhin! Çfarë po thua kështu? Dispektor, tri brirësh, ikin. Shkojmë! He, prit! Kë gjuhën të mati! Mund ta bësh të! Qetëso, shoku, ku të bëhet formë? Nuk mund të qeshur apo Tani çfarë? po iki, por duhet ta them që më ngrohet zemra kur u shikoj bashkë si një familje. Do shihemi sërish. Hajde, Moj, jemi veç mos si quaj vëllezër mua që shumë. Unë më mirë s'po përsien fare. Unë jam me ty. Shkon kot. Ata një tufaj Çfarë do të bëjmë tani? Ata do të na çmenin fare. Ke shumë frikë të ndeshësh me mua, që nuk ky ke problemi asnjë shans. e quan vetë roboti. Mos më quaj më kurrë vëlla të madh. E, më lëshoj, jena në natyrë për çfarë, nëse i pëlqej kaq shumë, pse nuk bashkohesh me ta?